Kur qeni gati? Mundet? Gati? Okay. Të nderuara media, sot do të zhvillojmë briefingun e radhës. Tu kemi prapë udhëheqësit e ndërmarrjeve, të sektoreve, drejtorët e ndërmarrjeve, po ashtu kemi dhe drejtorin e Sauber Maherit. Presim që të vinë edhe përfaqësues nga policia, që të kemi mundësi që të përgjigjem të gjithë pyetjeve tuaja. Mos humbim më shumë kohë, do fillojmë direkt me pyetjet. Dhe po ashtu, nëse ka nevojë të përgjigjen udhëheqësit e sektorëve, mund ta afrohen pastaj këtu tek vendi këtu tulemi që dëgjohet tek mikrofoni sepse preqe nuk dëgjohet. Mund vazhdo. Почитувани медиуми, добар ден и добродојавте на редовниот брифинг со новинарите. Денеска заедно со градоначалникот Касаби присутни се и шефовите на сектори и директори на предпријатија, како и директорот на Sauber Maher. Тука се да одговорат на вашите прашања и да ви дадат информации за она се што имате интерес. Доколку сте подготвени, може да почнете. Vazhdojmë? Po. Në vitin 2023, Këshilli Komunal solli një vendim që te pishinat konvej këto prej 4.500 metrave katror dhe një kompanie për ndërtu akuapa. Çfarë mundohet aty? Është një ndër projektet të cilat e realizojmë me partneritet privat-publik dhe të cilat janë në procedurë, më thonë, të pëlqimeve në për institucione qeveri, ministrit, transportit dhe në për institucione tjera për të marrë pëlqim për procedurën, ende nuk është përmbyll procedura. Më thonë, jemi në fazën e sigurimit të pëlqimeve për ta shpallë tenderin për të zgjedhur partner privat. Në procedurë, po. Kur jemi këtë shpa? Ngjashëm një dhe fundimit e tokës u solli vendim që ku ishin baraka që po, ndërtohet objekti komunës. Është po të njëjtën. Më thonë, ka qenë kontestimi që në bazë të ligjit nuk është e qartë ta mund të këmbehet tokë në një vend për, domethënë, partneriteti privat-publik parashë që gjithë të jetë në kuadër të një parcele dhe të mund të bëhet me, domethënë, një pjesë me partnerin privat, një pjesë me partnerin publik. Në këtë rast për shkak se bëhet fjalë për lokacione të ndryshme, te kjo pjesë, domethënë, është konstatuar që nuk ka bazë ligjore dhe do shkohet me shpallje publike, domethënë, edhe ndërtimi i objektit të komunës, por edhe shitja e tokës që është në dispozicion në pronësi të komunës, nga mjetet do të ndërtohet, domethënë do shkohet me di procedura të veçanta, nuk do shkohet me një procedurë në bazë të vendimit të partneritetit privat-publik. Facem debat format individual. Mund pak më sqaroni. Cili do jese interesi i kompanisë private për të instaluar formatës të vlerë të çështjes në natë? Sigurisht që çështja e ujit është një problem serioz jo vetëm për qytetin ton, ju përcjellni çfarë po ndodh edhe në kryeqytet, që sado që me pas ujë të pjeshëm, nëse nuk kemi kontroll se ku shkon ai ujë, është vështirë që të kemi furnizim të rregullt me ujë të pjeshëm. Dhe në bazë të studimit të paraprakt që është bërë për sistemin e ujit në qytetin e Tetovës, është konstatuar se një ndër problemet kyçe është edhe mos kontrollimi i konsumit të ujit. Prandaj në bazë të gjetjeve të atij studimi vendosëm që të shkojmë me një partneritet privat-publik për instalimin e ujmatësve. Këtu duhet të sqarojmë atje, sqarova edhe në debatin publik, që në bazë të studimit vlerat totale e investimit për të riparuar të gjithë rrjetin e ujësjellësit
që nga burimet e deri tek konsumatori kërkohet një vlerë diku rreth 20 milion euro investim. Por një shumë e konsiderueshme këtij investimi ka të bëjë edhe me instalimin, servisimin, menaxhimin e ujmatësve dhe këtu e pam të arsyeshme që për shkak të vetë kompleksitetit të menaxhimit me dikun në bazë të studimit mbi 22.000 ujmatës që mund shkoj deri në 20.000 me gjithë ata qytetar apo do kisha thënë familje të cilat nuk janë të kyçura zyrtarisht në sistem. Pra është një sistem shumë kompleks i servisimit, mirëmbajtjes, kontrollit, faturimit, pa inkasimit dhe të cilin në pjesën më të madhe operatorët publik, në këtë rast ndërmarrjet publike, janë treguar jo efikas për të menaxhuar me një sistem të tillë, prandaj u pa e nevojshme që të futet edhe operatori privat. Ku është interesi operatorit privat? Sigurisht që bëhet fjalë për një aktivitet monopol, që është monopol në bazë të ligjit, në bazë të veprimtarisë publike të cilën e realizon, pra të hyrat janë të sigurta, por janë të sigurta nëse inkasohen, nëse realizohen. Pra, në këtë rast, partneri privat gjithmonë është treguar më efikas në menaxhim dhe sigurisht që aty do të gjejë edhe interesin e tij, sepse për momentin edhe pse ndërmarrja publike shari inkason mbi 50% përsëri, inkasimi është i nivelit ulët dhe këtu paraqiten edhe probleme tjera që realisht një element do ta përmendi. Do të thonë ndërmarrja shari për momentin paguan tatim në fitim, sepse realisht në bazë të faturimit të qytetarëve del në fitim, por inkasimi nuk është ai që është faturimi dhe me automatizëm paguan pra tatim për komplet faturimin, kurse një pjesë të cilën nuk e realizon nuk mund t'i realizojë obligimet që ka dhe në këtë rast funksionon vetëm në bazë të shpenzimeve, kostove të përditshme, pagesës rrogave dhe të kostove tjera të funksionimit të ndërmarrjes. Pra, paguajmë tatim për diçka që nuk e kemi për momentin, sepse përsëri them që vetë sistemi i ujësjelësit është vështirë në këto rrethana pa pasur ujmatës dhe pa pasur inkasant, pa pasur komplet sistemin e inkasimit të këtyre mjeteve është vështirë të realizohet. Pra privati është i gatshëm ta instalojë këtë sistem, të ofrojë menaxhim më të mirë dhe në efikasitetin këtë kushtimisht thon 50% të cilën ne nuk arrijmë ta inkasojmë, ai të shoh edhe përfitimet e tij. Përndryshe u sqaruar edhe nga kompania që ka përgatitur studimin që nëse do të instalohet ky sistem, nëse do të aplikohet ky sistem, më thonë nuk do të ketë nevojë për rritje të çmimit të ujit për litër për qytetar. Biles një pjesë e konsiderueshme e faturave që ta shkojnë në formë të kisha thonë paushale 5 litra dhe 7 litra për për konsumator, do të thonë ata garantojnë që kjo sasi do tulet dhe sigurisht edhe fatura do tulet. E para ata se janë 40.000. Sa përpajaj fakturohen 20.000. Dhe ka në 20.000 tjera. Jo, në bazë të... E dyta, pse duhet të japën diçka çka dalin fitim? Po unë e përsjarova, do të thonë, fillimisht, pra për momentin nisin edhe ato tash nuk jam i sigurt, po sipas asaj që sa më kujtohet, dikun 22.000. Dhe paralel, do të thonë, në bazë të disa informatave që janë në teren, ai numër mund të shkojnë deri në 40.000, po nuk janë ata, do të thonë, informata të cilat duhet të konfirmon me kyçet e reja dhe legalizimin e kyçeve të cilat janë jo legale. Është një proces që në bazë të studimit mund zgjas, do thonë, nga 4 deri në 8 vite, nuk flasim sot për sot. Edhe sa për më herën në përditshmëri ban updatimin, regjistrimin e klientëve të ri. Sa i përket mundësive për investim, unë rastësisht e përmenda. Do thonë, ndërmarrja komunale, në këtë rast komuna
me mjetet të qeverisë, me finansim të jashtëm, edhe ashtu do të ketë nevojë për të investuar në rrjetin e shpërndarjes. Pra, ne këtu flasim për ndarje të përgjegjësive mes partnerit privat, të cilin unë personalisht vlerësoj se është më mirë dhe më efikas në menaxhim se sa partneri publik, dhe pronësisë së sistemit të ujësjellësit do të jetë i gjithi në pronësi të komunës, këtë rast të ndërmarrjes publike. Pra, në këtë rast privati do të angazhohet vetëm në instalimin e ujëmacëve, servisimin e tyre dhe inkasimin e lëshimin e faturave dhe inkasimin e faturave për një përqindje të caktuar. Përsëri, fitimi, nëse do të realizohet fitim, do shkojë te ndërmarrja komunale, po përsëri po them, në bazë të ligjit, ndërmarrjet publike me veprimtari publike nuk mund të kenë fitim. Pra, Komisioni Regulator çdo vjet në bazë të biznes planit, çdo vjet përcakton çmimin e ujit në bazë të harxhimeve që ka. Pra, koncepti është që me të hyrat që do t'i ketë ndërmarrja të mund t'i mbuloj harxhimet e ndërmarrjes dhe të dalë zero në fund të vitit. Pra, nuk është, po gjithë efikasitetin e realizimit inkasimit të pagesës së ujit do të kthehet tek ndërmarrja publike. Pra, në këtë rast privati do të marrë vetëm pjesën e vet të menaxhimit. Pra, nuk do të ketë këtë rast mundësi për të pasur ekstra fitim. Për ujin, nuk të shoh drejtori këtu, nuk e di se kemi qonë përmbarues. Përmbarues më nuk kena dërguar. Po si vërejtje, si... Në procedurë notariale, parlamentare kena dërguar. I dërguar me ato... Po se do për arsye se duhet që I dërguar vonë... Sa I përket për pyetjen të se na bën, bëhet fjalë për këtë muaj prej kur jam emëruar unë drejtor, kur kena qenë bashkë me Saber Maherin. Sa ajo pjesë që kena qenë bashkë me Saber Maherin, ajo pjesë është dërguar prej muajit 2024 deri në muajin e 8. Ato janë dërguar në procedurë notariale. Jo, nuk e kena dërguar për 2 muaj, nuk është e saktë. Okej, le t'i vinë nëse I kena dërguar, nëse është nuk është e vërtet, nuk mund t'jetë e vërtet. Ne I dërgojmë vetëm më shumë se 4 muaj ose 5. Po, mund t'i vish. Lidhe me shtretin e bicikletave, atëherë se e hoqë për shkak se kishte shtjerë në koncept të vendosjes së nuk këndohet se do të vendosë një shtret me standarde në vina dhe me procedurë drejtë. Po mëron mandatin dhe Kosova nuk ka një shtret për bicikleta. Janë shumë projekte cilat realizohen më shpejt, por ka projekte cilat kërkojnë shumë më shumë kohë dhe angazhim. Se I përket shtekut të bicikletave, pra është një projekt gjithëpërfshirës të cilin veç më ne po punojmë në kuadër të studimit që kemi porositur për mobilitet. Nga I studim ne presim të dalin gjitha informatat se si të lehtësohet qarkullimi I qytetarëve, edhe I atyre me vetura, edhe atyre me bicikleta, edhe atyre që do të lëvizin në kamp. Pra, është një projekt I gjithëpërfshirës, cilin ne nuk mund të mënyrë parciale dhe të segmentuar ta zgjidhim, sepse tani më kemi në qytet edhe transportin publik, shpejt mund të ketë operator privat cili ka shpejt interesim për të instaluar trotinet, që do të jenë në shërbim qytetarëve. Kemi kaluar një rregullore në mbledhjen fundit të Këshillit ku mundot edhe veturat elektrike të jenë me konceptin e shërbimit që u jepen qytetarëve. Pra, është një plan më gjithëpërfshirës I lëvizjes së lirë të qytetarëve, të cilin besoj që do ta kemi nga momenti kur do të jetë studimi I mobilitetit, dhe aty do të kemi një pasqyrë më të qartë se në cilat segmente të qytetit ka nevojë të futim edhe mundësinë për të lëvizur me bicikletë. Pra, nuk është zgjidhje parciale, duhet një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Duhet zgjat afro 6 muaj, se nuk ka vojë. Do I vjen që këtë mandat nuk do të kemi shtek bicikletë. Për mua më pak e rëndësishme se a do të jetë në këtë mandat ose do të jetë në mandatin tjetër. Për mua, si në shumë raste tjera,
është me rëndësi që zgjedhja të jetë e qëndrueshme dhe të jetë afatgjate. Edhe unë mund të porositi një 500 kg ngjyrë, edhe ti ngjyrosi rrugët e Tetovës edhe ti improvizoj diçka. Nuk do të shkojnë ashtu zgjidhje parciale dhe të improvizuara, por e dini, domethënë me gjitha proceset që janë nisur nga themeli, përmendim edhe rastin e ujit. Domethënë kur kam ardhur unë kam nisur me studim i cili më ka kushtuar apo komunës i ka kushtuar 100.000 euro, po sot i kemi gjitha informatet se në farë rrugë duhet të ecim. Është rasti edhe me planin general. Unë 4 vite sa jam këtu, 3 vite diçka, po punoj për gjetur një zgjidhje e cila do t'i ofroj Tetovës një plan general. Domethënë janë shumë çështje të cilat janë komplekse. Keni rastin e emërtimit të rrugëve. Edhe aty mund të kritikohem se nisa, por nuk mbaron mandatin tim. Ajo që s'është bërë për 30 vite nuk mund të pretendohet që mund të bëhet për një mandat, sepse me vetë faktin që nuk është bërë është më komplekse. Njëjtë edhe çështja e shtegut të biçikletave, është çështje më komplekse që duhet të dalë nga studimi i mobilitet. Nuk kam pas kontest, edhe kam vetëm shkelje komunën. Jo. Kështu, domethënë aty ka procedurë gjyqësore. Ka pasur një, domethënë, refuzim fillimisht nga prokuroria për të ngritur padi, me arsyetimin se ka pasur, domethënë, kjo përkundërvajtje, domethënë dënim për kundërvajtje, që nuk ka të bëj përkundrazi, dënimi për kundërvajtje është dëshmi se furnizimi është bërë, në fakt realizimi i punëve është bërë para se të bëhet furnizimi formal apo tenderi. Kështu që me ankesën që kemi bërë në gjykatën e apelit, më thonë është hapur procedurë edhe për atë, po sa do zgjatin, si do zgjatin janë procedurë. Ne, më thonë, me atje në shkallën e parë prokuroria nuk e pranoi, ne jemi anku në shkallën e dytë, në prokurorinë e lartë dhe presim përgjigje. Thatë se do merë një trotinet. Dihet se trotinetët në tesin ose në rrugës ose në trotuar ose shtetën për bicikleta, shka praktika tregon se nuk ecë. Dhe numri më i madh i aksidenteve është nga trotinetët. Numri më i madh i aksidenteve është ndoshta mund të jetë, se nuk kam informant nga trotinetat, për shkak se ajo çështje e kontrollit më të fshaton të trafikut, të komunikacionit, që nuk është përgjegjësia e komunës. Në moment, më thonë, nëse komuna do të licencojnë ndonjë operator për të dhënë me qira trotinet, sigurisht që komuna do i përcaktoj dhe rregullat me cilat do t'jepet. Dhe sigurisht që aty do të jepet në bazë të mundësive që ata trotinet të kalojnë në për trotuar, ku lëvizjen edhe këmbësorët, por me shpejtësi, e cila nuk do të jetë e pengesë dhe problem për këmbësorët, dhe sigurisht, këtë rast komuna kur do t'ja jap licencën mund t'i kontrolloj ata operator që nëse nuk i plotësojnë kushtet, sigurisht që merret licenca. Problemi më i madh tu qëndron me trotinetat private, të cilat duhet policia t'i kontrollojë. Profesorul budžetu беше наявено ипотеката годината, че се направи реконструкция на големи улици. Нели тук и попълнуване на озерата дупки. Докъде е процесът, не гледаме някаква голема офанзива Сега, да, сме во фаза, последна фаза, да кажем, да се реализира тоа, што е ветено. Во текот се надевам на ова недела или во следните овие 2 недели ќе треба во владата, значи, да се склучат договорите за овие проекти кои веќе се прифатени, ќе треба да се направи ребаланс и да можеме ние да склучиме договори, да отвориме процедури за јавни набавки за да се реализира тоа. Значи се работи за над 50 улици кои ќе треба да се асфалтират со гребење и асфалтирање. Има и неколку други проекти, но во текот на, значи, јуни-јули би требало да се завршат сите формално правни процедури и да се почне на терен со работа. Да. Бориски Дрич është duke punuar, më thonë janë duke ecur me dinamikën e parapar, nuk kam një raport, do duhet të kërkoj me shkrim nga kompania një dinamik dhe do t'ju përgjigjemi.
Blagojatovska jemi në fund të zgjidhjes me marrëveshje me dikun 4 pronar me cilët në bazë të ligjit ne duhet t'ua bëjmë pagesën para se të prishin objektet. Jemi dakorduar që pagesa të bëhet me ratë në periudhën që vjen dhe ata të prishin objektet. Një që ka qenë objekti më i madh në traseën e rrugës është prishur objekti. Presim ditët në vijim të prishin edhe objekte tjera dhe kur dhe jetë trasea e lirë, t'japim operatorit urdhëres për të vazhduar punimet. Unë besoj që Po jemi marrë vesh që me marrëveshje me qytetarët që ata të pajtohen edhe me pagesë me rata. Do të thonë, t'i prishin ato objekte, të lejojnë vazhdimin e punimeve dhe pastaj pagesa do bëhet si në shumë raste tjera në periudhën që vjen. Znači, Boris Kedrić, nemam informacija no to što do koga će biti završen, no informacijite se дека оди според предвидената динамика. Конкретно за датумите treba писмено да се обратите и да отговориме писмено. За Благојатовска веќе договоривме со некои од граѓаните да сами ги рушат објектите, да се ослободи трасата и да почнат работите, затоа што според договорот и според законот ние прво треба да вршиме експроприација, да вршиме плаќање за да може да работиме, но има разбирање од граѓаните, пошто има, нели, општината не може одма да ги изврши тие плаќања, но има договор тие да ги рушат објекти, да ја ослободат трасата, па во следниот период ние да им платиме за експроприација. За Благојатовска. Кон Порој, да. Крета, te temtare ta să înzilni comisión. Како nu dobe че comisión nu aș face. Ta să duiete pe praie și li caloi din finanțare kish për jo për temtare. Po jo për temtare do të shohim komisioni do të japë propozim sa persona janë këtu? 4. Çka kanë menduar? Okej, do shohim unë tash në vinte unë ato kërkesat edhe ta shohim çka mund t'ju ndihmojnë ne edhe në radhës, këshilli do i vendojmë. E kam edhe një kërkesë, shtu është të ndeli semaforave së vogos. E çto të ndër variant, kërkoj sqarim, se nuk janë vendosur shtatë. Ton punë çto nuk janë vendosur. Tasjer, kush i mameri, tasjer janë vendosur. Sot ishim kontakt me operatorin. Brenda javës do na bjerë situacion, pra nuk është ajo që është në paramas dhe, domethënë, ajo që është në bazë të fakturimit, pra për llogaritjes që është bërë kur dorëzohet faturimi. Prandaj ne presim punët janë bërë, presim të na dorëzoj situacionin për punët janë bërë dhe në bazë të asaj të kontrollojmë sa janë venduar ose jo. Unë di se tasjerët e punëtorëve janë venduar. Edhe pika me numër 9 që i keni bërë tas për personat që janë me të verbër, do të thonë janë venduar. Janë venduar japën si shkojnë. Po ju ndoshta ata nuk shifen veç ndëgjohen ata. Mirë, po për momentin ka venduar shumë plastera kanë venduar. Tash do i përmirësojnë ata që shumë zon kishte fillimisht. Ishte edhe tash i kanë venduar, tash do i përmirësojnë këtë javë. Edhe sa i takon tasterave për këmbësor. Ktu janë bërë, domethënë studimi që është bërë me cikle të shkurta. Tasterat për këmbësor janë shembull që janë të vendosur në rrugën industriale atje, ku domethënë ku ka këmbësor automatikisht aktivizohen. Ndërsa këtu janë ciklet e shkurta dhe nuk ka nevojë të vendosen. Edhe pse si kur merret si projekt çdo herë duhet parashifen çdo pikë, shembull mos më lan mangët diçka. Mirë, nuk do të thotë që nuk vendohet. Edhe sa i takon kësaj për konzollat, i patëm dhënë si arrim edhe në fillim. Me thonë, ne kemi nxjerrë që ashtu konzollat, na kemi venduar portale, jo konzolla aty, edhe si komunë. Ata, kur do vje situacionin, kur do vjen situacion, aty do shifet që ata janë minusuar, do më thonë janë larguar për situacionit. Nuk mund fakturohet diçka që nuk është venduar. Edhe do shifni vetë kur do vje, po, të në lemërun sot. Kontrollën do e bëjmë në bazë të situacionit që do na dërgoj operatori. Në bazë të jo, më nuk për sqarum. Çdo herë parashikojmë. Po ne bazë kemi situacionin bazë cilës paguajmë. Do thonë
nëse atje e realizon, atë edhe e paguajmë. Këtë rast e sqaroj përgjithësi që në moment kur do na vi situacioni do dalim teren dhe do e konfirmojnë a janë bë punët të cilat i ka faturu. Mu më të interesant dhe se bashkë në të duke kaloj të verbëri, ku e kanë edhe shoqatën, ku ju palet edhe takim, dhe në basa sa që pashë që përnë duart, se do të thoni kushte. Po mirë është ajo, tash mund dalëm të shihni, ose ti ndëgjojmë fakt, se nuk shikoj. Jo, shkjes unë duke. Nuk po. Ti ku janë projekte të qeverisë, tre projekte sa ishin katër, të qetësi, shkolla të tekstilës dhe Ujësjetësi edhe ujësjetësi për jashtë vardare. Qeveria e zemës kryeministri e krejtë të premtojnë 600 mësime dhe zjarfikës për tre. Sa zjarfikës të mësime për tre. Të pjesë në doja është shumë. Fillimisht projektet, dy projekte nga mjetet e parapara për viti 2024 ka nisur dhe njërin e bëm edhe promovimin terene dhe shkon me dinamikën e parapar për sjellsi për lagjen e jashtë vardarit, edhe gypi kryesor i furnizimit me ujë të pishëm. Përsa i përket shkollës, ka pasur ankesën në procedurën e tenderimit dhe është dashur të përsëritet tenderi. Tash jemi në fazën e fundit, domethënë të përsëritjes së tenderit dhe kur do të mbaroj si procedurë, kur do të kemi operatorin, do të jepet urdhëresë për të nisë punimet. Domethënë, këto janë projekte, tre projekte të cilat i fitoi Komunën e Tetovës për vitin 2024. Zjarfiksit është vendimi i qeverisë për zjarfikës, domethënë në kuadër të projektit për punësime të përkohshme. Domethënë këto do të jenë për sezonin veror, pra nuk janë punësime të rregullta të zjarfikësve. E dini që sistemi i zjarfikësve është përmes zjarfikësve profesional të cilët janë të angazhuar, është domethënë zjarfikësve vullnetar, të cilën e themeluam si shoqat dhe të cilën jemi duke punuar që ta vendojmë në funksion dhe sigurisht në periudhën verore kur ka shtim të rasteve për të intervenuar të mund të domethënë të ketë edhe punësime shtesë. Dhe këtë periudhë sigurisht do nisë procedura në bazë të numrit të banorëve dhe në Komunën e Tetovës të angazhohet në zjarfikës. Значи, воделот на против пожарната служба тамо е малку по-комплексно. Значи, системот за заштита против пожарите во рамките на противпожарната единица, исто така има доброволна единица која веќе е оснивана и работиме да биде во функција, но исто така владата донесе одлука за вработување на дополнителни пожарникари времено во летната сезона, каде што потребата е поголема. Сме исто така во рамките на тој проект во фаза на идентификување колку се потребни и да видиме дали ќе оди тоа само во рамките на општините кај што има противпожарни единици или ќе иде секоја општина посебно, пошто има општини околу Тетово кои немаат противпожарна единица, но може да имат вакви луѓе ангажирани за вонредни ситуации кога по потреба, зашто така и концепирано ова како проект. Ова година не е предвидено во систематизацијата и во планот за вработување. А ова владата што го Моите најави? информации се тоа е за летната сезона за потребите за интервенција. Да. Дали може политичко прашање? Не. Ja. Da sam vidio da smo bili moj češor, zahodništ svoje sasvim vikende pa tu prerješeve și urbršime za tove da nisam kao pasure da patricine sam dičua. Sau și comuna e toga se gašno će kad vikne se napada čine u treše su tija da ti moj će mu supersărite što situația, ako intervenova to se čfarko vojë. Në këtë periudhë është punuar që në vend të pastrohen rrjedha e lumit edhe të gjithë sistemi të të kanaleve të rrjedhave të ujit natyror. Urojmë që mos ketë ashtu situata, por besoj që edhe njësia për mbrojtje dhe shpëtim edhe ndërmarrja komunale Sharit që menaxhon me kanalizimet atmosferike kanë bërë punën e vet që mos kemi situata të tilla. Kështu nuk është pyetje, kjo më shumë është si anketë. Do të thonë, ka gati 2 muaj e kërkoj një listë për komunës, lokale të cilat shfrytëzojnë terata, do të thonë hapësira publike për terata, por nga komuna nuk ka bërë. A
mund të intervenoni diçka të na dërgojnë të lista se në vërtet Po, më proces. E kam dërguar edhe përmes ligjit për qasin informata me karakter publik, mirë po nuk ka. Ma kanë dërguar një program, po jo listën e lokaleve të cilat i shfrytëzojnë hapësirat publike si terasa, që të shohim se kush domethënë i paguan po punën e Këshillit me koordinata për pjesën e Ja, me cilave u kemi dhënë lejet, duhet të japim ato që kanë leje. të shohim të përmendje Gjulishën. No? Gjulishën mendoj që keni ka kërkesë. Po në disa herë, të përmes ligjit edhe përmes mail-it, po Do shohim ku japim përgjigje. Brenda javës do dërgojnë. Premtuat kanali për ujitjet e hapur. Jemi në 61. To e rregulloni. Ne adi kemi punuar edhe unë besoj se kanë gjetur zgjidhje të përkohshme, për shkak se kanali për ujitje kalon në disa objekte të cilat jetojnë disa familje rome. Ne mundohemi të gjejmë zgjidhje të përkohshme për ata, që të mund të realizohet i njëjti. Prandaj është bërë zgjidhje e përkohshme që mos, më thonë, kenë dëme pronat, arat të cilat duhet ujë këtë periudhë, por paralel hecen edhe projekti tjetër për ta rregulluar njëherë për gjithmonë kanalin për Vadici. Nëse jemi informuar para Ministri Ekonomikë para disa ditë ose ka ditë, paralelizojë diçka investime për kodën e diellit nga kushtet e vizitë në komunitet. Po patjetër jemi në komunikim të rregullt me qeverinë, me gjithë dikasteret e qeverisë, janë disa projekte aktive apo do kisha thonë të interesuar për të investuar në kodën e diellit. Ministri më herët ishte në Katar, ku pati kontakte me biznesmen të atjeshëm dhe shprehën interesim. Kryeministri ka qenë Emiratet e Bashkuara, është një projekt gjithashtu, apo një investitor interesuar që është Technoalpine, që është austriako-italian, cilin e koordinot përmes pashtu qeverisë në bashkëpunim me komunën. Pra jemi në vazhdimsi në komunikim me investitorë të ndryshëm, tash do e shohim cili do t'jap ofertë apo më të mirë, apo do të ketë ide më të mirë dhe më të realizueshme. Për momentin kemi sqaruar që oferta më konkrete është nga Technoalpine, por investimi është më i vogël dhe nuk është për momentin nuk ka arsyetueshmëri të interesit publik, sepse realisht në bazë të studimit të fizibilitetit për kodën e diellit për të realizuar komplet projekti do dikun 500 milion euro investim. Për momentin në fazën e parë Technoalpine ofron dikun 50 milion euro investim, por njëjtën kohë duhet shteti të bëjë infrastrukturë publike dikun 50 milion euro. Prandaj jemi duke analizuar pra gjitha mundësitë e investimit dhe cilat investime dhe investitor do të jenë më serioze në drejtim të asaj që ka të bëjë raportin e investimeve publike dhe private. Me stadiumin punimet vazhdojnë. Premtimi i operatorit që realizon punimet është që deri në vjesht tribina kryesore mendoj tribina që është duke u punuar tash të përmbyllet dhe të vazhdojmë me punë menjëherë me tribinën e radhës. Pra deri në vjesht besoj se do të mbyllet tribina e parë bazë të projektit, dikun brenda 3 viteve do të dorëzohet me çelësandor stadiumi. Nga nënshkrimi i kontratës, nga realizimi nisja e punimeve në teren. Faleminderit,